Selamu alaikum të dashur me të rëtejs. Mirë se për takohemi sërish me emisionin tonë dhe tuaj në rruga e ndryshuar, ku jemi çdo emision me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, dhe ju mund të inkuadroni të jeni pjesë e emisionit tonë duke na kontaktuar në numrat kontaktuar 046 220022. Po ashtu, na përcjellni përmes YouTube-s dhe Facebook-ut faqet personale të hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi. Dhe njëherë shfrytëzojmë rastin duke kërkuar falje juve të cilët po na telefononi dhe nuk po kemi mundësi që gjithëve t'u lajmërojmë telefonatën apo të kyçin në telefonatat tuaja kur po na lajmëroheni. Hoxhë nderuam, selam aleikum. Aleikum selam. E njeva si obligim që t'ju kërkoj falje sepse po kemi shumë telefonues dhe nuk po mund gjithëve t'ju lajmërojmë në telefon. Mirëbane. Allah nderoft. Fillojmë me pyetjet që na kanë arrit në redaksi, thot a bën të punoj doktor në klub të boksit? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa i përket punës si mjek në boks apo në ekip të boksit bën, po më rëndësime se ka mrana qashot e fusha e boksit. Po dhe në gjuhën Shqipe nuk e di si i thonë. Ato është më rëndësime s'me kanë. Ring, po nuk e di që i thojnë. Ato është më rëndësime s'me kanë. Edhe nga ana fetare dhe nga ana shëndetësore, se të thejnë brit halko. Edhe dyta, po të këtë dhëmë të thejnë. Edhe shëretikisht është haram boksi. Boksi shëretikisht është për sporteve që janë haram në shariat, sepse është rrezik i jetës. E Allah ka thënë la tulqu bi ydikum ila tahluka, mëse çani veten helaç, mëse shkatërroni vetveten, mëse dëmtoni vetveten, mëse mbytni vetveten. Çdo send që të shpihen në rrezikshmëri të jetës, në kanoset të rrezikut, në dëmtim të shëndetit, boksi është çan në dëmtim serioz të shëndetit. Në dëmtim serioz të shëndetit. Madje të pak janë ata boksierët të cilët dalin penzion dhe janë të kthjellën kryt tamam. Apo që mbesin pa pasojat qoftë pas një kohe. Qoftë pas një kohë në pleqni. Sepse kjo është tru. Këta kry, përpos që është veçantë për nga jashtë, është edhe më e veçantë për nga mrena. Kryt e përfaqëson krejt trupin, e dirigjon krejt trupin. Tanja e që mrena në kry apo në kokë, është në kuptim figurativ zemra krejt trupit. Për ata krijuesi i lartëmadhëruar e ka mveshur ta quajmë këtë gjymtyr trurin me kafka, mbrojtëse, jo lëkur thjesht që është trupi, pjesë tjera të trupit, me kafkë. Pastaj cipa pelhura në te, pastaj ka bërë më dogët që sa trupin kraht më të gjanë, duhet për para më mbrojt. Tëna mundësi, tëna verzionet, tëna ja ka dhanë për me rujt këtë tru. Kësh ka në prish. Kësh ka në prish. E dëmë tanë. Kë interesohet për pjesë të jashtme të trupit, por kërësohet në prish. Dhe që i bje kjo? Kjo i bje sikur se në makina, atje në makinë, automobil, kur makinin e kerët,
Nuk e ki ti gale çfarë e ki. Për ty me çfarë është, për ty me rëndësi është me qenë ai farë, po që ashtu e thojnë, po me qenë ai duke, bukure, luksozës. Po mbrana, pse halku nuk e shoj, për ty nuk ka më rëndësi. Po ty kërkosh nuk thot i meqëm nëse vepron qështu. Do me qenë e kundërta. Kryesori është maqina e kerrit. Knej, kryesëria e kerrit nuk qenë shumë pesha. Aji me kohë mund të restaurohet, të ndryshohet. Po dhe që ashtu s'prishpu. Ndërsa kja jashtë mja, sa do le tjetë e mirë, nëse mbrana është e prisht, s'ke bu kur gjë. E boksit janë qatje. O të është më të gjatë, kjo është mendimit të gjithë ulemave. Nuk e gjenë kanë që pe atyni që mirët fjalla, zëvend fetfaje tina në shoqërim popull, e që lejen boksin. Qoftë nga individ, qoftë nga akademit të ndryshme, të shariatit, të jurisprudencës islame. Ndërsa të punuarit si mjek, në këto ekipe, qoftë boksit, qoftë ekipe tjera po bën me punu, sepse gjërat në parem janë hallat të lejuara, pastaj këpe kryjnë dhe tyrë në vetë për mjekon njerëzit. Kë nuk pëthët më të thënë e krytjo, që ta në të gjoj punë, kë nuk pëthët, kë nuk për i nëzit. Për kundra zi mjeku e thëtë, ti nuk bë më rej, ti dhe të më rujt vetën, se nëse vazhdojnë që shto, ti ki me metë pa men, ose ki me pas këtë pasoj. Në parim të mjekuarit, e njerëzve, është lejuar, madje, edhe në luft, nëse në zanë rëbë, a është humanizm me mjeku, deri tani kem gjuja ta, gjujna, në luft, deshë zoti, o dërzuan, në zënëm rëbë. Armik, a është human mjekimi tyne? Gjithsesi, afrimi ndihmës të tjerëve është parim qiellor. E mjekësia e ka këtë rol. Për ata mjekësia është një përpos që është shkencë e tjerë, s'po hina të fush, po është një çmeçujt, një fush, nëse mund ta quaj kështu, shumë e bekuar, shumë e mirë, s'po me thonë e shajtë, se shajtë është, por shumë humane, shumë njerëzore. Sepse në pare ma ka ma mirë, a ka ndjeni ma të mirë, sa kur ke mundësi me afru dikuj një ndihmë, me ta po hajrin të tjertë, pasë ndihma shëndet o ndihmë shumë e madhe, sepse vrehet, preket, vjen pacienti të bë në kopë të kres, me vujtje, me brim, me peskam, del të i qesh. Brana gjysë ore, një ore, 10 minuta, ose vua një kohë gjatë për i dhimbjeve natë e disën flenë, shkën në kontrol të mjeku edhe, o dhami, barku, ku diun, e mjekan, e le të ndhim ten. është sevap shumë i madhë. Andaj në parim, të punuarit si mjek në ekipet sportive, duke futur edhe sportin në boksit, bën, inshallah ta'ala, po nuk bën me qenë ai që rrehet. Allah ndëroft. Faleminderit. Po. Faleminderit. Kemi një telefonat në linje. Selamu alejkum. Wa alejkum selam. Allah është blef që na ke telefonu, jetë drejt për drejt, ke pyetje për hoxhën. Po kom një pyetje. Në dëmbël ku falo, unë moj dalëm e në binko. Ama bim galike mamin bë vjen, ama mendimi jem gëmbido të latë, e në një të katon nëse
dalet bi galike po të dalmi dehenemit. Atuat me gëpo dhembël Allahu Ekber, atuat me utal pigalike amuj me dal e në pinë kon. Jo, më mirë. Allah të shpërbleft. A kuptoj pyetjen? Sa kuptova që falen në karik, ullën në karik, po muj edhe më falen në kom. Po. Me sigurit nështë me zërë falen në kom, se që u vrejt pak edhe shëndeti i tina. Që po, njeriu Sa mujta me kuptu kështë? Ta Allah shpërbleft. Megjithatë, edhe nëse kemi kuptu pjesërisht, është nevojë me shpjegu njerëzve. Njeriu kur ka mundësi me kry një farz, brenda namazit, veçanti namazit farz, nuk bën asesi me lanë atë për hir të një farzi tjetër. Fjala vije. Nuk po muj me ranë sejdë. Shkak kamve, shkak peshës të madhe, shkak marrëmendjes, shkak dhimbjes. Se falna ose se rrin të hjat ose se bjen sejdë. Ty baki shumë musliman. Edhe falen karrika. Apo? Po dhe, po. Me mire njerëz në botë falen karrika. Do shta qindra mira njerëz në botë falen karrika. Tash këta që falen karrika. Do me thonë këta. Ose nuk mund me nejtë në kam dhe falen ullur në rregull. Tanja, mujnë me ranë sejdë, e sigurë që ajë së në rrinë kam, se në bjena sejdë. Mirë, i kryin ullën. Por ajë i cili së në bjenë sejdë, shka gujve, shka shankohen disa pleqtone, botratone, mirë pa në kam rrinë pa problem. Aje ka farz me qëndru në kam. Nga se qëndrimi në kam në namaz, është për i rukneve, shtyllave të namazit. Kështu që do të me fillu namazin në kam, me marrë të këbiri fillastarën në kam, me lezu Koranën në kam, qoftë të majtë në shkap, apo në i tavolin, apo diku për muri, nësë është të shpia. Më rëshkopin ma jun te. Dhe plesh të leltë, halleg, ka pak i mirë në mend. Për me koma i sigur taj, e manë shkopin për para. Ose afrohet nga të një muri, një shtyllë gjamis dikona, se shpit vetë. Në mënyrë që me patë së pëmonët me najtë, pështetet pak. Ose me dorë, ose me krah. Ose afrohet dhe një farë mobile, kauqe, fetele, dikon, e që të njënë në dorë. Kur bjën ruku pastaj, nëse ka mundësi kështu me ra, bije. Nëse s'ka mundësi ullet karrik dhe bjën ruku, pastaj qohet, pastaj bjën pak ma shumë në sejdë. Sepse rukuja sejdë të më dalu këta din që falen, sejdë pak ma shumë, bile pak, sa do pak më dalu për rukus, pastaj qohet pak prapë në kam. Prapë rëqatën e dytë një të nxha. E që në kuptan, robi namazin farz, në namazin farz, qëndrimin në kam, në maksimum, dohet me përpjek për me qënë vend. Për kondër sënetit, kun sënet
pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka thonë se namazi i të ulirit është sa gjysma namazit ati që falet në kam. E që nën kuptan namazin nafile, sunetet krejt, që janë para dhe pas namazeve, pa namazet natën e tjere, namaz duhas e tjere, krejt këto bën me i fal ulur, ndash karrik, ndash në tokë, edhe nëse mundesh me qëndru në kam. Por je pak demele, pak i late, pak përgjumshe, falesh. Ama se vapi ty nështë me të përgjys ma pak. Nëse nuk e lën qëndrimin kam pa arsye. Ndërsa namazin farz, po që se e lën qëndrimin kam pa arsye namazi, nuk pranohet. Kështu që në farz për përseres, dërët me bë maksimumin robi. E me najtë në kam. E ta një shkurtan pak. Jesi rigat, tamam, pa të edhe mësë rigat, kërës pat më najtë gat, të mësë kënë surën Bakara. Të kënë Fatihan dhe në surët shkurt, që e din, ose najtë a dy, edhe bërë në ruku, që, ollo, edhe bënë e sejshdën, që ashtë ullu që shje fallu. Për pas, nëse është e pamundur, është e pamundur. A përderi sa ka mund si qoftë edhe me mundim. Sepse një farzët e Zotit, duhet të qëmë në vend edhe me mund. Përderi sa mundi për pjekja, nuk na dëmëtan ndo një parim tonin. Për shambull, duke shmërqot në kam, a mos të nërënë o dërzohet në tokë, e kërset këtë për tokë, e se ka 180 kila. A i mu që qohet, po a nuk është e sigurt as një minut që mundet me nejë sepse kërset kryt. Ose tjetër ka marramendje ekstreme. Të kalujen një në raste ekstreme. Për shkak njëjtë krahasim të agjerimi. Pse ki mund në agjerim dhe lodha, a bën mësë me agjerua? Apo dohet me gjithë mundin, lodhin, do të me agjeru. Edhe këto farzin, në qëndrimin kam, me gjithë mundin, lodhin, do të me qëndru në kam. Njëtë në gjatë e haqji, me gjithë mundin e madhe që ka haqji, mund, sa të dush, e lodhje, do të me kry. Sepse qaj mund, qaj lodhje haqjit, e Ramazanit, e agjerimit, e këti namazit, nuk po ta dëmëton shëndetin, nuk po ta dëmëton trurin, nuk po ta dëmëton fundamentet tua të cilat nuk po të shprish, nuk po të shkatron, po të lodh. Po të lodh. Tamam, për farzët do të më lodh. Në parim farzët çka janë? Në parim janë me kry obligime, janë obligim, por në to mveshet lodhja, mundi, koha, koncentrimi, janë pjesë të sajna të farzëve. Pjesë farzëve janë. A më ta në këto nuk bëhen mend, janë vogla, krahazim me synimin tënë që e ke. E synimi të është ma afru të Zoti, me që farzën e Zotit në vend, me falë një namaz, o Zoti jam, pa ka më vlerë, më pasuri, sa me falë robin e namaz. Në namaz, robi, në namaz, 2 recate farz me falë, se në namaz 1 recate, 2 do të më kanë, në namaz 2 recate, që është sabajt me i vogli. Krejt dynjan një anë, 2 recate farz namaz në një anë tjetër jenë më të mëdha. Dhe jo vetëm farz, po dhe suneti sabahut. Dhe kjo ka në hadith të Aishës radiallahu anha, e cila ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rak'at al-fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha. 2 recate të sabahut, e ka fjallën për sunet, jenë më të vleshme sa dunjaja dhe që ka kante. Andaj robi lodhët për farz, në është për Zotin tem, e ja për Zotin më lodhë, ja për kanë? Për kanë? Po lodhë në Ramazan, mirë si vë në Ramazan, se ne asë që bëjmë laf lodhjen.
sepse ideali jonë, vizioni jonë, qëllimi jonë, çka është? Me fitu kënaqësinë e Zotit. Andaj lodhja, dihet ajo që ka lodhja, vetiu nuk është pashmangshme, por herë më shumë, herë më pak, ama nëse bëjnë Allahu atë punë hiç. Hiç. Andaj, kjo si këshill ke për këta vllazin që falen ullur, le të kenë kujdes mos të mbohen demela. Se mu i menajt në kam, le të rinë në kam. Se kam frikë se pranohet namazi. Qoftë edhe të majtë në shkap, në karrike, në tavolinë kështu mëra. Se zgjatëm. Në ndërhyrje, Allah ndëroft. A hinë këto dhe këta që tash është bëni farë trendi me pas probleme me unazat. Krejt njëtjen. S'mu në shëndet, s'mu në shpina, s'pëmoj... Krejt. Krejt njëtjen. Tash aj mund të ketë dhimë të atil që ka të padurushme, se në logjike me hitë namazë edhe ka me lexuar ka of kopt kretë për bërtit pe kurrizit. Pe dhimbje. Po dhe se tash tysh of kopt kretë për bërtet, ka për në Fatihan. Jo, sepse shkakton dhimbje të padurushme. Në thash, ajo të është ekstrem. Ndërsa nëse ka dhimbje të durushme, që të mund i doran, që ndrën kam, qoftë të majtë. Kemi një telefonat që është në prit. Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Deshta kështu më ja fillu mas pari moderatorin për rahatoj për bëjnë një dua për ta. Inshallah Allah i të bën kushi me hoxhën në xhenetin Firdaus. Amin. Ai knoqëm. Allah i nderoft. Më sarrof që ka është telefonu mu se një ditë që ka bu dua për ty, ka haru për mu. Zdi çfarë dashnije e madhe për këtë hoxh, aq të ëmbël, 430 herë kum thirë sot një javë. Subhanallah. Po na ba halal. Jo, halal kat me katun për hoxhën dhidhe dhe një javë ditë u thirë, s'ka kurfa problemi. E tash na hoxhën e mytëm veç me pyetje trona, o kështu marrova për këto, o po kështu, jo kështu, tash do me shti pak me qesh hoxhën, se shumë i cek i mirë për atë mjekun, për që tha për boks, hoxhës vish një 2-3 minuta ma bëni halal, pi tregoj, isha duke boksuar midis Beogradit me një kampion të botës, dhe më goditi në rondën e dytë. Kështu që hoxh kënja 6.000-7.000, po më do këshikus, më do kën 12.000 tani. E drejt me tregu, ai është ringu për drasave dhe më duk që po shkelin e për ujë. Po me gjithat, në rundin e tretë, fitova meqin, elhamdulillah, edhe O këthjela, tërë trunin ven. Po, merë trunin ven se mi qëtë një 2-3 litra u të ftafë aty, tani erdhën veti. Po, që kështu kom një pytje, ma bën halal se dre me të regu, edhe pak jam valla dre me të regu në rëvas, se që kom zemër du të me të regu, unë i piquj këta tash jenë dalë të fartë si piri pa, që për ju emitojnë juve hoxhallarve, si do mos ty, a ka mundësi pak një koment shkurtër, se dre me të regu shumë, po më brengos që kjo që emitojnë, do me thonë, kysh për jep një ders me zërat ndryshme. Allah i ruajt, Allah i avdash gjenetin Firdaus, ma bëni halal, e shumë faleminderes, më nëzis për pres më ardhë, më të pa dhe më të përqafue, Allah i të ruaj, selam alikum. Allah dashë ndëroft në relaksua, alikum selam. Amo tashmë pja këthej këtina, zotë e din, unë parë zotë të folë, për bëks me të më shkun të kë. Se thash kënë nëse të në angu njeve, do të hoxha se ku me përjetu që ka boksi. Po të ke pas linje drejt. Po, ka pas linje drejt për zrejti. Boksi është sport i poshtër. është haram, nuk bën robi me shku atë, nuk bën me shku. S'kem që bëjmë na, sportet që rrezikohet jetë e njeriut, nuk bën e vladin me lanë me shku, as shokun, as mikun, as vllahun, as kënd që e dën. Po njerëzit këtë dënja për me qenë ma, për më relaksua, me thonë për më relaksu, për jenë gjendje edhe le të mytin njerëzit me zveti, le të mytin, kërësore unë të relaksohem, të knaqe. Më falë, të shkojemi këto që na është dosh ma herët, po nëse shkojmë vetëm me ushtru boksin, por jo me marrë pjesë në gara, vetëm me ushtru, si sport. Po, bon.
Po se tani futet në grupin e që thënë ushtrimeve gjimnastike, trupore, fizike, ajo është shëndet. Nuk është virus kundër teje, por është shëndet për teje. Kthehemi tek çka se na nxjerr për temës, çka pyeti ky gëzuni. Për ata të cilët ju emitojnë kur moni ligjërata, ky quajti Cipiripa. Ty bezdish quajti, nuk po. Ja, në shëqe ndëruar nuk... Unë tash nuk përdi që ka për qëllim, po nështë ka për qëllim dykën të shkuti që më marrën më qesin, apo? Nuk e di, e kuptojmë se hoqë nuk smeresh me TikTok, Facebook, këto, por jënë do të shkëputjet të shkurta, hoqja ka thonë kështu, se për shembull jo, ajo e ke ditë kur konë diçka ndalume, dikush që ka pi alkohol, kur ke përdor ato ta nxon fryme, jo me rre këto kështu, çto fare pastaj ata i bojnë montazha sipas shefit tyne. Ja, nuk luta kundër tyre. Që njerëzit i ndëru njerëzit kanë qëllime të ndryshme. Në jo të gjithë kanë qëllime të këqija. Unë spaku ashtu mendoj dhe dua të mendoj. Dhe kjo më ndihmon më shumë në jetën e përditshme. Shumë më ndihmon. Nuk di me menu keq për njerëz. Ai ndoshta më thon ban, ndoshta është tendenciaz ndaj meje. Po unë thom, jo më se pa ta qëllim. Jo më çfarë. E më thonë të kush e pena gjujtin i fjalë thom, jo më çfarë. Jo më ka dish më thonë çka tjetër, po ose se aprejti menja. Edhe nuk e lodhe kryt. Dhe kjo më ndihmon shumë, që mos me kriju armiqësi me njerëz. Po edhe taman zemrën e qetë. E njeri kër ka zemrën e qetë, o, zatë sa i lumëtën është. E këtë taman zemrën e qetë, nëse bën me të rëgu një hikaje, që me thonë, një hikajet në ndodhia, diçka, një burë meqëm. Në fakt, gruaj meqme, shkon të një mejlis të ulemave, të hoxha dhe talebet, dhe cilë njëri me i dishëm të jo, ta që kë. Edhe për të atina, a bën me të vetë diçka, tha po orna, që do të me hongër njëri. Edhe a i tha, do të me hongër me bismillah. E do të me hongër para veti. E kafshatat e vogla. Edhe me mërtyp ka dal. Mirë. Po me flajt. Tha me flajt, me marrë abdest. Me ronë kratë jahët. Me bo dhekër dhejt zëgju. Kjo i tha, asja që do vëtë parën, as dytën. Te as nuk për dëshë që shhahet, as nuk për dëshë që shflehet, a talebet aty krejt. Hoxha tha, bërë më të regu, pra atëherë, kanë zanën, ty shhahet, ty shushihet, dhe ty shflihet. Tha, ty shushihet, është qavë halal. Ndash ka fshatët e vogla, ndash më që shdu shhaj, veç halal. E me flajt, kur bësh me flajt, veç në zemrën tane, mos mbaj o rejtën të njerëzve. Që më pas zemrën e qetë. More ndash kratë djahë, ndash kratë maj, që shdu i bërte, që në tjera në vogla. Më rëndësi është që të për zemrës tane, më hik, që të kam dodhë gjatë ditës, këtë farë, që të ndodhë mes njerëzve, e rëndëm, që të heqë, s'pasër zemrë, pej ty në farsenet këqia, edhe që është dush bërflaj, ty për këtë kolle. O ku për të mire në këto. E besën që unë hala para, unë hala si të bi, me emrin Allahu, tazë vë gjellë, ata që më njohin për safër me e din, unë hala pak në dhikrin, shkova të zoti e mëne, flajta. Sepse, asë lodhe kryjt që ka bëjnë se pas nesër, se nuk i di jam gjalla, se më dhe një sabah. Me që kam marraf me kënu doan gjithë, nuk këtë bëjmë e fijet,
o Zot, nëse ma mërë shpirtin, më shëraje, po nëse ma këthen atë rëruma që shirun rëptë tu të dëvatsh. është pjesë e hadith. Fejnë mësekte nëfsi, bismike rabbi, o dhatu gjembi, o bike rëfa. Nëmën tënë të zëtë arash dhe nëmën të ngrihem. Fejnë mësekte nëfsi farhamha. Nëse ma mërë shpirtin, shëraja të o zotja. O e nërësel të ha, po nëse ma këthën prap, fahfadha bima tahfadhu bihi bateke salihin, ma ruaj mua që pijë të shëruan rëbë të të dëvatsh. Dhe unë, plaj. Ona që ka ndodhë ditën s'lodhna, asë që bëhet nesër. Po jem ra me flajt. Me pushu. Po të mbaj në gjukësin tem, ata që më thot dikush atë diqka, sën plan të natën. Apo? Sën plan. Edhe të shqimë ndëm me hamur halal. Kështë që plaka, gruja ka folë, fjallë të më dha, edhe kam së dhe hujgjën. Po. Për gjithat e tjera, hoqë besoj që pajtojë shkojme një pauzë të shkurtër. Të dashur me që shkojme një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi inshallah sërish me emision Rruga e Ndriçuar, ku jemi si çdo emision me hoqën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Selamu alaikum të dashur miq, jemi rikthyer sërish me emision Rruga e Ndriçuar, ku jemi me hoqën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoqë e nderuar, më njëherë kemi një telefonat. Selamu alaikum. Wa alaikum selam. Jeni drejt për drejt në linje. Keni pyetje për hoxhën? Ishta mja bo hoxhës në dy pyetje. Po, nëne. Hoxhë e kom një një tregim që thot o ka një popull shumë zullumçar, edhe Allah ka qunë një melaçe me shkatrua të popull. Kur u shku melaçe ka po që është një musliman ato edhe ka thonë të Allah ku ka këtu një musliman, i ka thonë Allah që pikërisht në sjapiti me shkatru. Se ai nuk e ka përhap islamin kur edhe e ka këshyrë veç punën e vetë. Vazhde ishta me pyjtë, tha, nësë është e vërtit këtë tregim, sa do të me pasë në kujdes gurbet që jetojnë, kësa jena të obligun me nejt me jo muslimant edhe me nejt me njerës që nuk e praktikujnë islamin. Edhe nëse këshyrën për shambë veç punën tonë, a jena në gjëna jo. Allah ndroft, tash me këshillin prej hoxhës. Po, edhe një pyetje tjetër kam shumë shkurt për punën e mestër, kom dëgjuar që në mëngjes kur të marrësh avdes, kur ti mas çorapa të mos me të prej koma në tokë. A është çështu ajo, a bën edhe më shku për shkak dhomën tjetër me marrë çorapat edhe me mnu. Do të si ti lajsh kamt, mos më shkel në tokë. Kom dëgju që nuk bani me të shkel koma në tokë, për me marrë direkt çorapat. Direkt se tash. Për me rronë të një ditën e me. O kry, e kjartë jemi Allah ndroft, e marrim edhe për këtë një përgjigje për hoxhë. Hoxhë ndruam pyetja parë ishte për ata të tholen për vete dhe nuk i interesohen për të tjerët. A është hadithi vërtet? Qa, jo nuk ka, ke pun hadithi këtë se kënë ngjarje që ceket në për gjurë lajme të ulematë të selefe, e që këtë ngjarje në kam cekur në njërën për hëtbeve, librave të hëtbes, Rosimin Berike, po të kam ceket të regjem, se ngjarje që është të shëthak. Ku Allah Azza wa Jalla ka tërgu një melek me shku me shkatërru një fshat vendbanim për shkak të zullumit madh që kanë bërë, fesadit madh. Edhe meleku ka pas atë është një musliman, edhe këthi ka në Zoti jam, të më urdhërove mu me shkatërru një vend, një popull, por atë kishte muslimanet, a ka një njeri musliman, e Allah o tha, pikrish pëtina filla. Pikrish pëtina filla, sepse e ka këshirë është punën e vetë. Kur kanë se ka ardhuru për të mirë, kur kanë se ka ndalu për të keqe, nga e keqeja, pastaj deri sa të këqia që i bëjnë, fesadin që i bëjnë popullet tini ka bëjnë normal. I ka bëjnë normal.
Unë fillo për tina. Fillo për ti sepse e ka ditë hakun. Ka hesht. Kështu që nësi musliman, për gjërave te për të rëndësishme që duhet i kemë parasysh. E para, dyta, prej parimeve thelbësore, fundamenteve të fesë tonë, është të urdhërojmë për të mirë, të ndalojmë nga të këqijat, sipas mundësisë, hapësirës, fushës veprimit që i ke. Dhe këtë, pastaj këtë shkallëzim, na e tregon hadithi Buharires, ku transmeton Muslimi dhe të tjerë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dhalika adhafu al-iman." Kur robi ta sheh një të keqe, e ta ndryshon me dorë. Për shembull, ka bëvakje një herë, 10 herë, unë dikon të nëjtë me dikon mahabet të sene, del për gjamisaj edhe ka kalë cigarën. Veq e frona ka dole, si mi dha selam, e ka për cigarën, kap, ja gjujnë tukë. Qa bona? Ja gjua cigarën tukë. Pse e ndaleva për një të keqe. Të vesa dole për gjamiz, shpisë të zotit, me në harama. Pra, janë të lënë të keqe me dorë, kur ka mundësi robi. Ta shë nuk ka mundësi kam gjemat të mitë, se njerëzit hujnë nuk mënë atërrejt. Po, si shambull dhe ishta me sjell, shokët tënë, mikët tënë, nuk ka dërtë. Për ata, kur ka mundësi, Po që se nuk ka mundësi, me gojë. E sheh një ta fërmë tanë, e sheh dika në Ramazan, ta huar të pi. A fara o falje. E thë i pash një zëtë. E besën zëtën. A nuk djenë marrë për ti. A nuk djenë marrë për thmive. Thmija agjerojnë. 7 vjetë agjerojnë thmi. Ka thmi, 7 vjetë agjeronaj. Në ashtë jo këtë Ramazanin, pa agjerojnë të paren ditë të madhen e notër e Bajramit e agjeron, se 10 vjetë ka pletë që agjeroj këtë Ramazanin. A nuk vjen marrë. A nuk i tutë Zotit. A Allah për del karashi me këtë harama, me këtë mëka që për e bëna. Pra e tha me goj. Po nëse zguzan, me zemër. E orrin me zemër të keqen. Dhe dhalik e dafu liman, por kjo është shkalla me ullë të imanit. Që ka në nënkuptan se nësi musliman, në asë një rrëtha nuk gëzëm të pajtoj me të këqijat. Por, duhet i orrejmë ato, e pastaj të përpiqemi të ndalojmë ato. Sepse, kjo, jo vetëm që na ndihmon neve, dhe na hek përgjegjësinë që kemë, por ndihmon të tjerëve. Nga se përderisa në një shoqëri ka njerëz, qoftë edhe pak, të cilët urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga të këqijat, të cilët përkushtohen në maksimum me rregullu shoqërinë, me ndrejt shoqërinë, Allahu nuk e shatran popull. Këta nuk e din që hatri këtyne, qoftë pakis, po pështojnë këta, po jetojnë nën këtë qiell, po rreziten nën këtë diell, e po hajnë po pinë mbi këtë tokë. Përndryshe ata do të ishin nën tokë. Ata shka me bëna në përëndim atje, fattaqullaha mastata'tum, bëna që mundeni. Kurç. Qa mundesh banë? Qa s'mundesh? Shokët e tu, miqtë e tu, kolegët e tu në punë, minimum i kallëzu vlerat islamit, edhe në praktik me të regu që je musliman. Edhe kjo neve na mungon sa të dush, që botë arabe, sa xhallar mund t'i ketë,
ligjeros që ligjerojnë për çdo ditë. Miliona. Që ata janë rreth 400 milion. Mund të jetë gjysmë milion e ligjeros. Kur s'ka pas më shumë. Kur s'ka pas më shumë mjete përcjellëse që të ngojnë njerëz, radio, televizioni, interneti, ku ta mikrofona përpara do të mërtit kupt kresme të një 50 vetë 100. Sa ka dalë të folë, të keni gjemat 2000-3000 të ndëgjojnë. Por, pra atore kesh mundohen me krye detyrat e veta që i kanë. Në praktik, ma shikaj harap praktik një pjesë të madhe të tyne. Ata përfaqësojnë Islamin, Allahu na falët. Allahu na falët, se po e keq më shprej, jo mo ty, po të tjertë i irritojnë prej kësaj feje madhështore. Andaj ne kemi nevojë më shumë praktik se sa me folë. E kjo në Evropë tani ka rolin dyfish. Se në vend huj, dhe keni mesazh madhështor që e ke bërë që përcjell të tjerëve. Përcjellem në praktik. Në që antikit kohë kur aty një shka në vesh 24 orë. 24 orë nuk ka media që qedin ata. E gazetë që lexojnë. Portalet të tjerë, kur flitet për islam, për arab, e që nuk flitet në kontekst negativ. Këta e në terrorista, këta e në ekstremista, këta vrasin, këta prindoren, këta prin komen, këta kështu. Thua se islami është vërtet si mbas tyne në Mekë ka me ngut dikush feja dhunës. Njerëzit të mja hjek këto keq kuptime. Dhe në ashtas botë të tepërt me cik, thonin një ish ambasadori danez në Arabinë Saudite, me gjasa është bo musliman, e pas ta i ka dhanë interviste, deklarate të tjerë. E njërë për deklaratat e ti, që unë kam marrë dhe kam përkthy dhe kam botu, a i thëtë, në ka kulturë, fe, popull, që është përqeshur, që është turbulluj, që është prish imazhi, është bërë përpjekim i prish imazhi, më shumë se sa Islamit dhe musliman. Nuk ka. Vetë evropiane, me kulturë evropiane. Nuk ka kulturë, civilizim, fe, e që ka të dushtuj, bashkë me të edhe popull arab, që është përqesh, i është prishur imazhi, më shumë se sa fesë islame edhe arab. Andaj thët, do doja shumë, dhe do shpreseja, ma Bukhari do shpreseja, që arabët dhe muslimanët, të cilët i janë në Evropë, të punojnë për të përmirësuar imazhin islamit dhe muslimanëve. Andaj përmirëseja imazhin islamit. Përmirëseja se cili në takat vetë. Se cilin takat vetë. Tani, ne nuk do të harrojmë se armiqësia nuk do të ndalet me kaq, edhe nëse përmirësojmë ne. Nga se armiqtë tonë nuk janë tonë ata që nuk i dinë. Do e dinë që na jena terrorista, edhe dinë që Islami nuk ka fe dhunës, por ai ka parim, e ka bindje, vizion, mision për me luftu fenë islame. Dhe muslimat. Qatë formë, qatë mësi që mundet. Të ati dhe Zotin e nalë. Andaj ata s'ke që e banë, Zotin ka ndorë. Por, një pjesë të madhe të popullit, me sjellit mira, në praktik, mundi me këtë imazh të keq, me ndryshu, gadal, dhe marrë një kohë ku muslimant
Kur përmendet muslimanët me shku mendje me thonë këta janë burra të drejtë nuk vjedhin. Muslimana është apo, le të henë shlirë, që nuk vjedhaj. Kur thëmë që është qam kujtohet, shqiptarët të tonë, nëse më falë që për zate pak, pëse janë të pritë shikus, në gjusë shikuste. Shqiptarët të tonë, kohët babës të në babës të emë. Prej senët mira që kanë pas edhe besën. Apo? Me qëtë mbajtjen e fjallës, të premtimit. Me qëtë gjest, shumë të mirë, njerëzor, kanë arrit më njoft në krejt ish Jugoslavin. Në krejt ish Jugoslavin. Dhe ku e më përmenë shqiptarët në ish Jugoslavi, kër është folë për ta, është përmenë dhe këj element. Kanë thonë ata kanë në veçëri të veçantë. Qa kanë ata? Ata kanë diçka që quajnë besa, edhe fjallën në cilën besa kanë mësu. Kur tep fjallën shqiptari, mësë tëtë. E kanë pasë lakmi. Edhe dhe zotë e rasisht në Beograd, në aeroport. Nuk i di se levit ka qenë. Isha të ardhën në Beograd, Prishtinë. Edhe të nxirr biletat, vend nuk ishte, erdhe për momentin një shqiptar për Gjermanisë, tranzit Beograd, marrë në Prishtinë. Dhe më për ndëgjetër gjuhën e disha, për thot atyne, a ka mundësi një vend se më ka dek baba, për më presin për vërrim, ku marrë baba se nana, rasdekje. Edhe të helshon, i dhamë për pasi dhe i tjerve e shtenen. Ajo nuk i nike, onë i nisha, masë shkaj aj, këta bisedojnë me zveti. Thojnë, kë hini paren, por këta shqiptarët e kanë këtë tradit, tha kam raz vdekje, e këta kanë bese nuk rajnë. O, zëtë sa mirë mërtë mu. Ata nuk e dëshën që bëjë, marrë veç apë. Shëf imazhin e mirë, anëpse ta neve na kanë luftu në një rënan, por e kanë di që na kena të pare të mira. Sa më dhështore, çfarë kënaqësi është kjo? Andaj ne do të përnu si musliman. Le çka thënë të tjerët. Nuk kem punë që është na vlerësojnë të tjerët. Ne kem punë që jem na. Kjo na intereson neve. A jena të mirë dhe ka në më bu hala më të mirë, apo vërtet jem të këqij dhe të më përmirësua vëlla. Sepse ka mundësi më përmirësua robi. Ka mundësi. Kaq. Ke vjen dhe ti më zvedh mëre? Ka që ke mesel, më zvedh. Ke rajt, më së rajë vëlla. Ke mashtru, më smashtru, vëlla, më smashtru, për të vetë musliman. Më smashtru. Se ti bën dy të këqija, për bën katë për veti, për dhe për një losë fentane. Edhe më kati të rejtë për rëtan të tjerëve fejnë islame. Të apë qëfar krimi je të ba. Nëse zgjatëm, po në bëne halal. Të kemi telefonuesën në linje se deshta më të pyet ç'a bu me shqiptarët si humbi besa, por po e lo, po e pranojmë telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Jeni në linje direkte, keni pyetje për hoxhën? Po, disa më bëni pyetje. E dim se është haram përzimja e femrave moshkujve. Çka është E haram? pse me haz s'është haram rrinë bashkë? Edhe një herë të lutem. E qartë, e kuptova. E kuptove? Po. Allah nderoft. Faleminderit. Po të di se është haram përzirja e moshkujve dhe femrave, e pse në haxh nuk është haram. Tamam. Ne në parem si musliman, në parem, i ndajmë gjenit. Gjenia mashkullore me moshkuj, gjenia femrore, femra, ndamës. Dhe përsa është mundshme, e qëmë që është na musliman. Por kur na vështërsohet, na letohet. Sepse është rregull i fikut. Çdo sen që vështërsohet, letohet. Thuj ndryshe, kur ngushtohet, zgjerohet, apo kur ngushtohet, hapet një derë, mbyllen dyert,
mbyllet një derë, hapet një derë tjetër, mbyllen këtu dyrë, hapet një tjetër. Qysh du shpreho, s'prish po unë. Tani, jena në qabe, qabën e kemë parasysh të tanë. Gjamia më adhe, e gjami është rrëth, ndërsa qabe është qaj që është. Tavafi do të më bërë rrëth qabës, si për burra, si për gra. Qysh me nda? Qysh me nda? është e pamundur me nda. Sepse gratë nuk shkojnë pa burra. Hupin. Burra nuk shkojnë pa gra. Ja, nuk do amë pikru stemone. E s'pe marrë heq. Bëhet fesat maj madhë, rëmuj. Pas e vetë pejgamberi nuk i ka nda. Po, kur ka mundësi, gratë largohen. Kur është e mundshme, por edhe më largu, vijnë burra tjerë. Andaj rasti Mekës e Medinës, në veçantë i Mekës, është rast e përjashtuar për i këtij rregulli të përgjithshëm. Për ata, jashtë në dy xhamijave, në veçantë jashtë Mekës, çka themi ne për namaz kur fjala, nuk bën më fal pas femrës, me kanë femra për mas burrë përpara. Atë është në sofa. Këtë qabe bjen. Të shafit, që ata kanë këtë punë edhe ma strikt, të shafit, me bo me prek një femër, grunë tane, motrën tane, nanën tane, halën tane, se limë gratë e huja, veç me prek trupi me trup, me prek me pjesë trupit lëkur, diçka, jo me tesha, automatikisht të presh abdesi. Automatikisht. Për ata që në shafia, që në Indonezia, Malezia, tjerë, në Azinë nuk lindore, dhe gjithë ju, kur t'ju folin, për shambull, shkoni flet nanës vetë, vjen halla, mësafer, motrë, vetë për dore, nëse dhe në mërujt abdesin, e pështjel dorën, e jep dorën që shto. Po, sepse bonit foli për dore, halla, ose ti halla, e presh abdesi dyve, dhe e mëllë me marë abdes me bote lashe. Shafit e kanë kështu. Në haqë këto e pëzëllojnë shafit, se di që është e pamundur. Andaj haqë motër, Mekë e Medinë janë përjashtruese. Këto përjashtohen. Për pas këtyne në këtë sot dit, tash edhe ka ndryshuar koha, rrethanat, se koha është koha, ka ndryshuar rrethanat. Në për autobusa, në aeroplana, në treg, pazar me dalë, në për shkolla, e kështu me radhë është e pamundur. E pamundur me ikë për zires i dy gjenive. Por dohet me dalë që ka hije femrës muslimane. Dil që ka hije që ta ka leju Zoti. Nëse je robneshë Zotit dhe din Zotin hak. Nëse nuk e din Zotin hak, grahi që është dush. Që është dush grahi, nëse nuk e din Zotin hak, dhe nuk e besën ditën e kiametit hak. Po. Kam edhe një pyetje të cilën kam porosit mos me elon për e lexu. Ale bismillah, të ngojmë. Selamu alaikum, thot kam një pyetje për hoxhën, a lejohet shitblerje e shkrepsave, e kuptoj që shkrepsat përdoren për shumë gjëra. Por e kam fjalën për shkrepsat e vogla, për cigare, për shkak se shiten më shumti. Allahu ju shpërblift. Sa po më duket ky ka ndërmend më morë me shitblerje të shkrepsave dhe me sigurua është halal ajo. Shkrepsa nuk ka arsye me qenë haram. Tash për çfarë përdor ai? Unë kam shkrepsa të vogla për përdor me edhe splinin. Nuk i përdor për cigare. Edhe se unë kam e mira njerëz. Andaj nuk në pare më është e lejuar. Se kurse thikat. Të së në vetë njeri unë, se në ekologjike e punë me vetë, këtë thikë që pe blene, që kom prodhona, se këto brisë, këto thika, a prejnë me shderët me to? A dele i njek njerëzit me to i friksan?
Se ki bërës me vetë kërkan. Ti shëtë thika. Apo në mesin e anëve që ki edhe thika, bërës që e thika. Ku mund me të me bo sharë, mund me të me bo hajrë. I të nxadhe të shkrepës të lejuar me shqitë. Ska arsime që në ndaluar. Por nëse ki shkrepës në gjep, e të lypën dohën gjime, thë dhezme, thonë ty i bën të dhejsa. Je ki shkrepës, e kam pa për vete, kam se kam për ty. Ja ma e s'pa të hapi ty. As pa të dhejsi. Jetë se kam. Po jo se nuk ndihmoj ty me bo haram, nuk ndihmoj në ty. Ju të lënohë në pajton ty. Ty shumë ndosh edhe pajton. Sepse këta du të miren. Cigaria është e dëmshme. Andaj, mëse pe. Nëse përësi dikush blebe dhe cigarë kërës, Korë, dhe në kiamet. Haram e ki. Haram e ki me ble, haram e ki me pi. Nësan që ki haram me përdor për veti, a ki halal mja adhan tjetër ta? Ka qështë. Nëse ki haram alkoholin, që shlejohet mja shi tjetërit? Që shlejohet me një logjik sa dhe të vogël, për shta muslimon të imi të tutë qëta, të cilët e bojnë vete halal, një nuk pëpijone, o nuk thash që pëpën alkohol, kër hidi kënë në përdyqane. Pse këta alkohol këto? Jo hoq nuk e pi, o nuk thash pëse pëpën. Pëse pëmon. Jo po nuk e pi une, po thash në njani shqitore, atërë më shë emisionin në Gilan. Pak metra pa hi në emision televizion, në lokali vogël. O prej ka shumë, mërzite kër e pash birrat. E fola. Tash pash një zët. Bëmë të vetë sa parë të bojnë qëtu. E që nërëm duke të kisha me vete. Tash që, tha, nuk e me pakuaj këtë dyën, tha qërë që. Kalëzëm sa, më mërkëmajnë zë bojmë në shumë. Që tash në ven, të ka pëthej për t'jepi parët. Veç që të mi jashtë gjuj, edhe ma fjallin s'ki majtë mu, unë parë për t'jepi. Unë për t'i paguj. Nëse dhime që ke malë që ke vli, unë t'i paguj. Po një, nështë të 15-20 nuk më harru sa, se la dreqi. Dreqi më nga le kena tanë, unë në këta në dreqi, në tanë në këta ma mujti. Shmala. Tash, nëse alkoholin është haram e pi, që është lejohet me adhan tjetërit? Nëse drogën vetë se pen, që është lejohet me adhan tjetërit? Nëse të njerën se mytë me alti, që është lejohet me adhan armën dilme të ti, që është lejohet? Edhe kështu me radhë. Për dëhani, helma. Nëse helme se përdoj për veti, që është lejohet tjetërit? Jo ty i bas për veti, as tableta, as ta shita, as ta dhash, as ta shboft mirë, as të rrit njera, as kur mos të rrit njera për dëhan. Dhe në kjame, se s'ka njerë dëhan. Kush qëtësan? Jo për që ashtu droga qëtësan, edhe alkoholi qëtësan. Ja, njerë që pinë drogën nuk e pinë për mu shqy, po për mu qëtësu. Drogën kërkush nuk e pinë mu qëtësu, mu shqy. Nuk ka buk ata. Drogën e pinë njerëzit për mu disponu, për mu relaksu, mu qëtësu. Apo, mi largu sa da pak nga rkesat e përdisme që i kanë. Se kjo është intrigi, heshemja, heshet dreqi malkuar. Një të gjati në alkoholin, dhe dhe më pisante, se ke pas problemet më dha, edhe nuk më rgjumi, kam të mu, gjuju mirë në shishe pije, ta një bjem plan. Hopi met. Ta në shëjtani dhe të kutja, hopi met tina, në shashtim, po edhe në farë zeze dikon, me rejgruna, thmina, me myt dikana, me kësi pikatit, dytë në toka, tretit dhe dhejtit ta. Hile shëjtanit. Hile shëjtanit. Allahu në rujtë, ja Rabbi. Amin, Allah ndërëv. Dhe pyetja e fundit për sonte, Hoxha ndërëm, thotë kuletin, kur i vendos parat në kulet, nëse nuk thon bismillah, a ka shans se shejtani me marr parën në kulet, apo po me vjell dikosh? Kjo është pyetja e fundit për sonte, Hoxha ndërëm. Allahu alem. Allahu alem. Dyja të mundshme.
dyjat janë të mëndshme. Shejtanit paret nuk i vynë, por dhe me qëti fesad, me qka të psiqikisht, po me qëti fesad me familje, me seme, qëta që ki të rejthet të. Por ka mundësi edhe tjetra që ti mërë dikush. Po. Ka mundësi, Allah në rujtë, ja Rabbi. Po. Allah dërëfës. Amin. U gjendruam të falenderoj shumë. Allah shpëlift për këshillat që po na jep në çdo emision, jo vetëm në emision Rruga e Ndriçuar, por edhe në emisionet dhe aktivitetet tua të përditshme që i ke. Allah nderoft dhe të shpëlift. Të dashur miq, Allahu ju nderoft dhe ju shpëlift që po na përcjellni. Edhe një herë kërkojmë falje ju që po na telefononi, siç e patëm telefonuesin 430 herë, thotë kam thirr javën e kaluar, por na kërkojmë falje sepse këto janë mundësitë tona. Deri në emisionin e radhës, miru takofshim, selamu alaikum.